Përshëndetje dhe mirë se erdhët dhe dashur miq. Do t'jemi me disa tema të ndryshme në programin e sotëm. Me njerë në të parë do t'isi me një temë interesante që unë besoj do t'i tërheq vëmendjen të gjithë atyre prindërve që i kanë ende fëmijët e vegjël, sepse do të trajtojmë një studim shumë interesant i cili vjen nga Harvard Research dhe që lidhet me fëmijët dhe me sjelljen e tyre në shtëpi dhe me mënyrën se si prindërit në fakt i rrisin dhe i edukojnë në lidhje me punët e shtëpisë. Pra, lidhja mes fëmijëve dhe punëve të shtëpisë me sa duket që nga shumë e rëndësishme. Sipas këtij studimi të Harvard Research, fëmijët që edukohen që në moshë të vogël me kryerjen e punëve të vogla në shtëpi, duke u ndier në familje si pjesë e ekipit, bëhen profesionistë më të zotë dhe më të suksesshëm në të ardhmen. Pra, ka një lidhje të drejtë për drejtë puna e shtëpisë e edukuar që në vegjëli me suksesin kur ata arriten. Do ta diskutojmë pikërisht këtë studim edhe se sa e mundur është në fakt sot në kohë që jetojmë për t'i përfshirë pa diskutim fëmijët, edhe pse mamat ndoshta kanë gjithmonë atë predispozitën për t'i bërë vetë të gjitha dhe për t'i bërë gjërat gati për fëmijët e tyre, por që nga shumë e rëndësishme që fëmijët të angazhohen në punët e shtëpisë. Le të presim në studio për ta diskutuar këtë temë, para që vjen është psikologe për fëmijë Lorela Garuli, e presim. Lorela, mirë se erdhe dashur, falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh dhe presim gjithashtu dhe gazetaren dhe nënën e dy fëmijëve, Deada Hyka, e presim. Deada, mirë se erdhe, të falenderoj shumë që je këtu, Deada. Të ftoj të ulesh për të trajtuar këtë temë e cila sa e thjesht duket në vetvete, por edhe kaq interesante. Kemi menduar që të bërit të punët të shtëpisë për fëmijët thjesht bën pjesë në atë të edukuarit mirë edhe në formimin e një njeriu i cili ndihmon të tjerët, ndihmon familjen. Por në fakt pas ka edhe efekte të tjera. Ky lloj edukimi shumë të rëndësishme. Le të sillim fillimisht insertin që kemi përgatitur lidhe me këtë studim dhe më pas kthehemi në studio për ta diskutuar. Fëmijët që edukohen që në moshë të vogël me kryerjen e punëve të vogla në shtëpi duke u ndier në familje si pjesë e ekipit, bëhen profesionistë më të mirë. Ky duket të jetë rezultati një studimi i cili vijon prej 85 vitesh i kryer nga Harvard Research, i cili ka zbuluar një lidhje të ngushtë midis kryerjes së punëve të shtëpisë dhe arritjeve të mëvonshme profesionale. Rezultatet treguan se përgjegjësitë e përbashkëta i ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë vetbesim, besim dhe ndjeshmëri më të madhe për të tjerët. Në këtë formë fëmijët bëhen më pak të përqendruar te vetja dhe zhvillojnë një etikë më të mirë pune, duke rritur shanset e tyre për sukses profesional. Gjithashtu këta fëmijë kanë më shumë gjasa të jenë më të lumtur në moshë të rritur. Një tjetër studim i botuar nga Journal Development and Behavioral Pediatrics tregoi se nisja e punëve të vogla të shtëpisë në moshën 4 ose 5 vjeçare dhe marrja e lavdërimeve për rezultatet e kryera nga këto punë, edhe nëse ato janë të vogla si rregullimi i lodrave, i bëjnë fëmijët të ndihen mirë. A është ky sekreti për të rritur profesionistë dhe njerëz të suksesshëm? Ky pra ishte materiali. Pra, të bërit të punë shtëpie për fëmijët që ka shumë e rëndësishme dhe pas ka një efekt shumë pozitiv edhe në të rritur, pra kur ata rriten dhe kanë në dorë të ardhmen e tyre dhe praktikisht fillojnë të realizohen në jetë. Sekreti qëndroka, një nga sekretet qëndroka edhe tek të bërit punë shtëpie që të vegjël. Si e komentoni ju këtë studim? Kryesisht kjo ka të bëjë me përgjegjësinë. Domethënë është shumë e rëndësishme, ka dy komponentë kryesorë, do thoya unë lidhur me edukimin për punën e shtëpisë. Sigurisht nuk është çështja që fëmijët e vegjël duke qenë 2 vjeç e lart japin një kontribut, po themi real, shtëpiak, por kryesorja është që përgjegjësia që ata marrin dhe në këtë moshë është shumë e rëndësishme që fëmia të ndihet i dobishëm. Pra, në radhë parë marrin përgjegjësi për të bërë gjërat e veta, që t'ju shpjegojmë pak dhe sipas moshës me radhë, por pjesa tjetër shumë e rëndësishme psikologjikisht është fakti që të ndihen të dobishëm. Dhe kjo kam përshtypjen që është dhe ndër ato elementët kryesorë që i ndihmon pastaj edhe kur rriten. Pra lidhet në mënyrë direkte me vetbesimin. Fëmia është momentet e para që po eksploron, po njeh gjithçka. Ne të rriturit ndonjëherë e marrim për të mirëqenë realitetin, po ata e njohin çdo gjë nga e para. Kështu që në këtë pikë fakti që arrin të shikojnë një rezultat apo të japin një kontribut të vogël, të inkurajohen, të motivohen, i bën që të kenë dhe iniciativë, të kenë edhe pavarësi. Dhe kjo pastaj sigurisht në adoleshencë dhe në moshë të rritur i bën dhe të rritur më të suksesshëm. Pra le të themi e barazojmë të bërit të punë shtëpie me përgjegjësinë, pra me detyrat që i jepet, me diçka që i ngarkohet atyre, edhe që besoj automatikisht i bën të ndjehen më të vlerësuar, më të rritur, më të zotë, më efikas, më të dobishëm. Kështu që kjo ndihmon besoj edhe në vetëvlerësimin e tyre të drejtë për drejtë, apo jo, në krijimin e kësaj ndjesie. Dada, si ke ti vetë marrëdhënien me fëmijët e tu edhe si praktikon ti këtë
edukimin nëpërmjet punëve të shtëpisë? Përpiqemi shumë që kur kanë qenë të vegjël që kemi vendosur disa gur themeli në këtë drejtim. Që ata ta kuptojnë që Sa janë shtëpia, fëmijët djali është 8, vajza 5. Ja në foto këtu tani, po jo? Shumë bukur. Po, dhe Ja fiks në kohën për t'i mësuar, ë? po, e kemi nisur më herët. Realisht e kemi nisur më herët dhe një gjë që doja ta thoja për shkak nga eksperienca ime, fëmijët e mi janë vegjël, jam e sigurt që çdo prind ka atë rrugtimin e vet në këtë drejtim. Një gjë që më ka funksionuar mua me djalin, duke qenë se është fëmia e parë, ka qenë stimulimi. Pra, nëse në fillim ai nuk e konceptonte në një moshë 2 vjeç, 3 vjeç, për shembull që rrobat duhen vendosur në një vend caktuar apo lodrat duhen mbledhur, gjeja forma për ta stimuluar këtë. Në fillim, stimulimi mund të qenë monetar, kjo sepse krahas bërjes së punëve të shtëpisë përpiqesha dhe ta mësoja me pjesën e përgjegjësisë financiare, por duke u rritur, fëmijët e kuptuan që nuk duhet të shpërblehen me asgjë monetarisht për të bërë këtë. Pse? Sepse është një detyrë dhe një kontribut si pjesë e pjesëtarëve të familjes. Ata e kuptuan sepse hoqë ti dorë nga shpërblimi. Po, hoqë dorë nga... Ajo ishte në fillim rrugës e kuptuan që rrugës e kuptuan, po, me këtë doja të thoja që të gjithë ne prindrit nuk duhet ta marrim si një sfidë me vete, ta bëjmë stresuese këtë pjesën që fëmia im nuk rregullon shtëpinë ose lodrat e tyre, apo ku diun nuk rregullon çantën në shkollë ose vijon pastaj në fazat të tjera, por duhet që të gjej element të vegjël në rrugtimin, në rritjen e tyre, që t'ja bëj të lumtur, t'ja bëj të bukur një gjë të tillë. Për shembull, fëmijët e mi, kur kanë qenë shumë të vegjël, e kishin shumë pasion zbrazjen e lavastoviljes. Pavarësisht se unë përpiqesha që të mos merrnin thikat apo të mos ishte rrezikshme për to, sepse shikonin si një rutinë që mami e bën për ditë dhe ndoshta mendonin dhe ato, pse të mos bëjmë dhe ne. Dhe këto gjërat pastaj evoluan në këtë, pra u zhvilluan në këtë frym, duke na parë ne, sepse definitivisht prindrit janë shembulli më i mirë që fëmijët shohin. Kur shohin që prindrit angazhohen për qoftë punë shtëpia apo gjëra të tjera, ata e marrin, domethënë të jenë pjesë e kësaj familje dhe ta bëjnë një gjë të tillë. Kur duhet të nisë në fakt angazhimi i fëmijëve me punët e shtëpisë? Në ç'moshë afërsisht sugjerohet nga psikologët? Mund të nisë shumë herët, shumë më herët se sa po themi mosha shkollore, por gjithmonë në bazë të moshës mund të bëjmë dhe një përcaktim të atyre punëve që mund të nisë, që unë do doja t'i shpjegonim. Faktikisht kjo tema e punëve të shtëpisë në fëmijërinë e hershme duket si temë moderne, në thonjza, por nuk është. Domethënë kemi për shembull Maria Montessorin, edukimin e të cilës domethënë ka një psikopedagogji të mirëfill dhe shkolla që vazhdojnë në bazë të parimeve të saj dhe një nga parimet themelore të... Mirë, Maria Montessori konsiderohet si moderne, aktualisht flasim, edukimet më avantgarde kemi sot, më të mira. Po, tani po e ndjekin, domethënë ajo ka vite që normalisht është i takon shekullit kaluar, po ndiqet sepse ka shumë efekte më shumë psikologjike se sa vetëm nuk është ai edukimi pedant. Dhe një nga konceptet themelore dhe të qasjes montessoriane, për shembull, është që fëmia shumë herët të angazhohet me punë në shtëpi. Duke nisur, po themi që nga mosha 2 vjeçare, sepse gjithmonë do bëj ato punë që i takojnë edhe zhvillimit të vet fizik, motorikës fine, globale, pra lëvizjeve. Dhe ashtu si e tha më shumë të drejtë dhe Ada, një nga pikat kyçe ku mund të nisë ky lloj edukimi është ato gjëra që fëmijës i pëlqejnë. Për shembull, në këtë rast ka qenë lavastovilja, mund të jenë lodrat e veta, ka fëmijë që mund të kenë qejf kush ka për shembull kopësht apo lule, mund të kenë qejf për shembull të merren me ujitjen, nëse kanë një kafshë shtëpiake për shembull që ta ushqejnë, që të kujdesen sado pak për të, dikush tjetër mund të ketë qejf të merret thash për shembull me lule, me pjesën e rrobave, me palosje, lodrat e veta. Kjo lidhet dhe me përgjegjësinë që thash më herët, por edhe me një lloj edukimi shkak pasoj. Për shembull, nëse fëmia është në moshën, po themi 2, 3, 4 vjeçare, që është ajo mosha e shpërthimeve, e tantrumeve, e eksplorimit, domethënë fëmia është në një moshë që ka nevojë të jepet besim, por akoma nuk i di mirë limitet dhe luan në një mënyrë të shkujdesur apo të shpërqendruar. Është e rëndësishme që atë rrëmujën e bukur që bën, të mësohet dhe të edukohet ta kthej vetë në vend. Për shembull, një nga punët, do thoya, kryesore që bëhet është rregullimi i lodrave të veta, apo sistemimi sipas kategorive, apo i rrobave. Kështu që e zgjata, po për t'ju përgjigjur pyetjes që kur... Intereson kjo për ta dëgjuar, po, patjetër. Që kur nis edukimi i këtyre punëve dhe i kësaj përgjegjësie, që në moshën 2 vjeçare. Domethënë 2-3 nuk
nuk është herët dhe nuk është që e lodhshme. Dhe lloji i përgjegjësive pra cilat mund të jenë për ta konkretizuar edhe më shumë. Pra organizimi i lodrave të veta besoj diçka që mund ta bëjnë fare mirë. Lodrat, makinat vendosja mund të në nisë me gjëra të vogla. Do një sistemim i vogël, rrobat për shembull e Lara, nëse për shembull ka dhe shumë punë që nuk i bën fëmia vet shumicat, i bën bashkë me prindrit. Dhe shumë e rëndësishme është dhe modeli. Domethënë, nëse shumë herë dëgjojmë raste adoleshentësh të papërgjegjshëm apo ne shohim për shembull imazhe gjatë kohës që flasim duke palosur rroba, duke kjo për shembull është shumë e thjeshtë. Në kuzhinë ndoshta diçka aty. Po, një pastrim i vogël, përgatitja e një vakti të thjeshtë, ja shumë që prindi të pastruar për shembull të jetë një tjetër formë. Përfshihet në punët e kuzhinës. Po, kjo është më e rritur. Dhe ata për shembull që praktikon tani ndoshta me djalin për shembull të bëjë të punë shtëpie. Ka një pjesë të gjërave që sigurisht e praktikojmë. Për shembull vajzat sidomos e pëlqen pjesën e gatimit, po dhe djali. Dhe ka shumë receta të vogla që ne mund t'i bëjmë bashkë, keku, byrekut të tjera se këto, se fëmijët edhe i tërheq shumë brumi për hir të së vërtetës. Dhe madje këtu do doja të theksoja që nga rutina e punëve të përditshme që ne kemi, prindrit priren që të mos i angazhojmë fëmijët shumë tek gjërat që kemi për të bërë, pse sepse shpejtojmë për t'i mbaruar ato gjëra. Dhe nuk duam rrëmuj, nuk duam ndërprerje, por do të ishte mirë që ndoshta jo çdo ditë, por një pjesë të mirë të ditëve, nëse ti vendos që kekun do ta gatuash 2 herë në javë ose 1 herë në javë, ti përfshim fëmijët ta bëjnë një gjë të tillë. Aty në ekran, unë them sepse të bësh keke biskota, ti e di se si bëhet shtëpia me blu, me miell e me... Po dhe me pjesën tjetër. Ai pastrimi, sistemi mi mbrapa, është dhe më rëndësishëm të gatuarit të kekut për të kuptuar që e bëm, u kënaqëm, tani duhet i vëmë gjërat në vend. Unë për shembull djalit dhe vajzës i kam krijuar vendet e posaçme për librat e tyre, se i kanë të ndarë, duke qenë se kanë edhe grup mosha të ndryshme. Dhe jam prirur që ti nxis, vajza pak më pak e bën, po djali e bën në mënyrë të vazhdueshme, ti sistemoj dhe ti fshi vet pjesën kur e bën. Një gjë tjetër që ndihmon dhe që do të sugjeroja shumë. Ajo që duhet i mësojmë djemt, mësoni djemt të bëjnë punë. Sepse ne priremi të paragjykojmë këtë gjë. Në kulturën tonë, djemt nuk i edukojnë shumë me punë shtëpie, sepse pikërisht të nisemi nga mentaliteti. Mendësia është shumë e vërtetë Rudina. Për të formuar djemt të mirë dhe burra të mirë që ne pretendojmë më vonë, fillon që këtu edukimi. Absolutisht, madje një studim, po, shumë e vërtetë. Një studim në Universitetin e Albertës në Kanada, dilte në përfundimin që fëmijët, sidomos djemë që mësohen që në vegjelit të bëjnë punët e shtëpisë, përfundojnë në martesa më të suksesshme. Pse? Se në fundit çfarë janë punët? Janë përgjegjësi dhe ti çosh deri në fund përgjegjësi. Dhe një fëmijë që çon deri në fund përgjegjësinë është një i rritur i cili do e bëj akoma më tepër këtë në të gjitha drejtimet. Kështu që gjëra të tilla ne bëjmë. Një gjë tjetër që do sugjeroja shumë mamave që mua më ka rezultuar shumë pozitive është që janë shumë të bukur ato video, do të që edhe një herë t'i shikoni dhe falenderoj shumë që i ke sjellë për ne. Lutem. Ja sa bukur. Djali duke sistemuar bibliotekën e vet. Po, dhe kjo vite do të jetë rreth 2 vite më parë. Domethënë ka qenë 6 vjeç e gjysmë. Një gjë tjetër që ne ka rezultuar shumë pozitive është sistemimi i dhomës së gjumit të 2 fëmijëve në funksion të tyre dhe që ata ta kenë më të lehtë jetesën e tyre në sensin edhe të mbajtjes pastër. Çfarë dua të them me këtë? Nuk i vendos në krevate, mbulesa shumë të komplikuara që ato nuk janë gjendje ta rregullojnë, por i hedh gjithmonë jorganin e tyre me mbulesë, të cilat pasi zgjohen nga gjumi ata e sistemojnë vet. E dyta, vendoset gjithmonë një kosh në të cilat ata vendosin pa pastërtit, pasi vizatojnë, bëjnë detyrat apo krafte, pundore etj nga këto. Dhe tjetër shumë e rëndësishme që më ka rezultuar më e mirë është vendosja një varëse rrobash në lartësinë e tyre. Dhe çdo ditë kur kthehen nga kopshti apo nga shkolla, djali heq uniformën dhe vendos aty, vajza bën të njëjtën gjë, në raste të tjera i hedhin në koshin e rrobave për të larë, proces cilin i pëlqen, e bëjnë domethënë. Edhe nëse e harrojnë, mami kujdese që të ja rikujtoj. Shumë bukur, shumë bukur. Unë të falenderoj shumë për video dhe njerë, dhe ndërkohë dua të sjell një tjetër video tonë që ne kemi përgatitur. Kemi shkuar në shtëpinë e koreografes dhe balerinës së mirënjohur Olta Ahmetaj. Ajo ka vinjak të mrekullueshëm dhe i kemi xhiruar, i kemi parë pra se si ajo i angazhon vinjakët e saj në detyrat e shtëpisë, në punët e shtëpisë, dhe është një material shumë interesant të cilin unë ju ftoj ta ndjekim tani. Falenderoj ndërkohë shumë Oltën dhe përshëndes. Le të ndjekim materialin. Mirë se erdhët në shtëpinë tonë.
Tonën? Tonët. Mirë se erdhët në shtëpinë tonë. Ne sot për ju kanë zgjedhur një menu çunat, duke qenë që jemi çik si pushim edhe kemi një çik qef të gatuajmë bashk. Kemi zgjedhur të bëjmë Waffles. në duhet 2. Po, 2 e 1/4. Që thot 2, pastaj 1/4, 2. Ne kemi nisur të gatuajmë 6-7 vjeç, në moshën 6-7 vjeçar, kanë qenë çunat, kur ne kemi filluar të gatuajmë bashk. Dhe e nisëm me atë idenë që t'i fusja pak të gatuanin, duke qenë që janë shumë nazeli në ushqim, dhe thash mos ju vjen një çik ajo shija duke gatuar vetë, duke ngrënë. Kemi një tablespoon kështu me baking soda. Po. Na duhen 2. Të që na duhet qumshti. Një, dy, kush e të më shpejt? Gara e qarjes së vezës. Tani jemi në fazën e fundit. Atëre kemi variantin e liamit, që është me banane, whipped cream edhe qumësht panda. qumësht panda dhe me krem pasticcerie, do më thënë nuk di. Keni të gjitha brenda, mund të provoni, është një bombë sheqeri. Është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Kemi variantin me Nutella, me boronica edhe me krem pasticcerie. Kemi variantin e thjesht me banane, krem pasticcerie edhe asgjë tjetër. Kemi edhe këtë të Tristanit, që është sanduiçi me krem pasticcerie dhe me banane. Për timen, Zgjidhni dhe merrni. Të Rodina, të duam shumë. duam shumë. Paqim. Faleminderit shumë Olta, dhe ishte shumë i bukur vërtet i gjithë. Një tjetër model e themi për të parë se si mund të angazhohet fëmijët në punët e shtëpisë dhe sa mirë është të bëhet diçka e tillë. Në lidhje me lavdërimet tani që mund t'i bëjmë ne fëmijëve, gjatë kohës që kryen këto procese. Është një tjetër pjesë le themi i gjithë këtij rituali, në momentin që fëmia bën një punë shtëpie, të vjen natyrshëm ta lavdërosh, ti thuash bravo, sa mirë, sa i Zoti. Si ndikon ky moment pra lavdërimit, të evidentuarit të një pune të bërë mirë ndaj fëmijës? Është shumë i rëndësishëm. Domethënë mund të jetë gjysma tjetër e efektit pozitiv të bërit në shtëpi, sepse lidhet me inkurajimin. Domethënë fëmia merr një vlerësim, në sensin merr një feedback, merr një inkurajim dhe merr zemër. Gjithsesi shumë e rëndësishme që do të specifikoja është që duhet të jetë gjithmonë realist. Domethënë i duhet thënë e vërteta, pra duhet inkurajuar, duhet lavdëruar, i duhet dhënë merita për atë që ka bërë, dhe nëse nuk e ka bërë mirë, mos t'i vihet, po themi, theksi tek ajo që mund të bënte më mirë. Domethënë mund vihet theksi tek ajo që mund të bënte më mirë, por jo duke e qortuar. Duhet kuptuar ashtu siç edhe po e thoni më herët që nxitja e kësaj pjesës së punëve në këtë moshë 2, 3, 4, 5 e mëtej lidhet më shumë me edukimin e fëmijës, pra ta ndihmojmë atë që të jetë i përgjegjshëm më shumë se sa me faktin që realisht bëhen punë shtëpie. Domethënë siç edhe ju e thatë më herët, më shumë do durim
që të merret dhe t'ja shpjegosh, dhe ndonjëherë shumë më shkurt dhe më kollaj ta bësh vet, sesa të rish të presësh që fëmia i vogël ta marrë ta rregullojë. Ai mund të bëjë dhe rrëmuj ndërkohë që përpiqet ta rregullojë atë gjën e vet. Prandaj kërkon durim, por ama shërben e gjitha, ka një arsye. Lidhet me pritshmëritë e prindit pastaj, domethënë prindi nuk duhet presi që është po ndan vërtet punët e shtëpisë me një. Ky momenti këtu më fal se komentuam, por ky është fantastik, ë? Po, shumë i bukur. Shumë i bukur ai momenti që po lante gjërat në atë. Mundet që mos ta laj vërtet si një i rritur, sigurisht, por kënaqësia që merr fëmia dhe inkurajimi që merr për faktin që e ka bërë vet, është shumë i rëndësishëm, është shumë inkurajues dhe nuk ka të paguar. Dhe sigurisht është si projektohet në të rritur tani, gjithë ky proces, gjithë kjo përpjekje, gjithë ky vetvlerësim që ata fitojnë, aftësi patjetër për të ditur për të bërë gjëra, sepse është një aftësi që fitohet edhe që e kanë dhe më tutje. E para lidhet me aftësitë, domethënë aftësohet, shkaftësohet, nuk rëndohet sigurisht. E dyta me vetbesimin, pra fëmia kur shikon një rezultat që po e bën një gjë vet, mendon që është i aftë, dhe realisht është i aftë, është i mundur. Ndryshe nga për shembull, nëse është i aftë ta bëj vet dhe ne ja marrim nga dora i themi lëre se e mbaroj unë, bëj unë më shpejt se ti nuk je jashtë. Këto elementet e hiperprindërimit për shembull, që janë hiperprotektiv, lëre se bëj unë të mos lodhesh, të mos mundohesh. Fëmia pa ty stepet mendon që s'është i aftë dhe i stepet po themi dhe fantazia dhe imagjinata dhe iniciativa, që në këtë pikë inkurajohet, motivohet, ndihet më i aftë, ndihet më eficient, bëhet më punëtor, merr më shumë përgjegjësi, nuk ka frikë nga puna dhe nga përgjegjësitë, nuk bëhet dembel, dhe të qenit punëtor, po përdor një fjalë thjesht, po të qenit dhe ambicioz në kuptimin e mirë, sigurisht të ndihmoj kur të rritet, të marrë përgjegjësi, të jetë më i suksesshëm, të mos ketë frikë, nuk ka frikë nga dështimi, edhe nëse gabon dhe nëse e bën gabim, edhe nëse nuk e bën idealisht, nuk ka problem, por fiton një lloj përvoje. Dhe këto janë mësime, do thoya psikologjike, shumë të rëndësishme, që të rriturit nëse kanë durim të bëjnë këto gjërat e vogla me fëmijët e tyre, i ndihmojnë shumë më shumë. Pra, ajo që dua të them, si konkluzion është që duhet parë si një ndihmë që i jepet fëmijës, pra për edukimin e vet, sesa t'ja bësh gati, se shumë herë prindrit, sidomos të rinjt, nisen nga kjo, që të mos lodhet, të mos mundohet, t'ja bëj unë, se do i bëj kur të rritet. Por harrojnë dhe gabojnë në këtë perceptim, sepse po nuk e mësuan i vogël, nuk ka ku i mëson faktikisht. Vërtet, çfarë do ndodhi nëse si bën dhe s'mësohet që i vogël të sistemojë gjërat e veta? Do jetë njëri që do i mbaj rëmuj. Pa rregull. Jo, edhe rëmuja nuk do t'i bëj përshtypje. Edhe shtëpia në vetvete, në momentin kur ti e ke rëmuj, nuk mund t'jesh organizuar në gjërat e tjera se janë të lidhura. Që reflektohet edhe në punën jashtë shtëpisë më pas, apo jo. Njeriu i pa organizuar dhe që s'ka sistem. Po kjo edukohet që në fillim duke vendosur atë strukturën në shtëpi. Cila është, më thuaj, reagimin e fëmijëve kur ti i lë një detyrë edhe pret që ata ta bëjnë? Kur kanë qenë të vegjël, normalisht detyrat kanë qenë të vogla, sikur se theksova edhe pak më herë, dhe atëherë është faza që ne duhet kemi shumë durim. Sepse për shembull në fazën e djalit tim 8:30, unë mendoj që një pjesë të gjërave mund i bëjë më mirë se mua. Dhe i bën realisht, domethënë, nuk duhet ti mendojmë domethënë fëmijët si krijesa që qëndrojnë në një babë, në një flusk aty dhe nuk mund të nuk bëjnë domethënë. Bëjnë ndihmë edhe për shtëpinë në këtë fazë. Absolutisht, për shembull unë vere diçka, duke qenë se janë mësuar të bëjnë disa gjëra, e them gjithmonë se nuk mund të themi të gjitha, i krijohet një si garë mes njëri tjetrit. Domethënë, kush do t'i rregulloj lodrat më shpejt, nga ne të dy, bëjnë fëmijët në këtë rast, sepse për shembull mami na tha që do dalim tani te park, apo do ikim plazh, apo do ikim diku tjetër. Domethënë, përveç se mund të ndjejnë atë pjesën që dhoma u pastrua dhe kanë një hapësirë në cilën ata mund të lozin, edhe ana tjetër është tek nxitja, domethënë nëpërmjet kanë një stimul, duhet gjetur. Gjë që kur të rriten, ajo përkthehet në stimuli është vetë rezultati në fund fare, kur punojnë dhe bëjnë një gjë, ja dalin mban dhe fund fare kënaqësia që merret nga puna është e padiskutueshme, është vërtet. Në një farë mënyrë e dinë që do presin një gjë të mirë dhe ja vlen mundi dhe ja vlen përpjekja. Si përfundim, një mesazh, cili do të ishte i përmbledhur nga ana juaj? Lorela. Është shumë e rëndësishme të inkurajojmë fëmijët që të bëhen të zotët e vetes, që vetë mos jenë barë në të ardhmen, por sigurisht duhet kuptuar që nga puna vetëm mirë vjen. Ky është mesazhi. Lada? Prindërit do të mendojnë për fëmijët e tyre sikur të jenë adult. Çfarë do të donin pra të rritur? Çfarë do të donin ata që të kishin në të ardhmen nga fëmijët e tyre? Sigurisht që çdo prind do donte që të kishte një fëmijë, pra një adult të përgjegjshëm, të strukturuar dhe që ka sukses në jetë. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, faleminderit për gjithçka ndat, por edhe për këshillat tuaja shumë të rëndësishme. Duken gjërat vogla, por që kanë shumë vlerë. Në fakt edhe
është si ajo pema që ti mbjell një fidan tani dhe ndërkohë ja sheh rezultatet kur të rritet edhe sheh se si fëmia formohet edhe transformohet në atë që ti dëshiroje të ishte i Zoti i vetes, se në fund fare ky është qëllimi edhe dëshira e çdo prindi që fëmia të bëhet i pavarur, autosuficient i Zoti i vetes edhe të mos ketë frikë, të ketë gjithmonë kurajo për të bërë gjëra. Fillohet nga këto gjërat e vogla, që nga punët e shtëpisë që kur janë të vegjël. Ju falenderoj shumë që ishit këtu kënaqësi që pat në studio. Kemi publicitet, kthehemi pas pak.